Ne jemi të bardhë, I takojmë racës së bardhë. A thua, duhet ta ndim veten të privilegjuar, respektivisht, duhet të kërkojmë status të veçantë vetëm pse jemi të bardhë, ose në anën e kundërt, ata të cilët I takojnë racës së zezë, duhet ta ndinë veten inferior vetëm pse janë të zi. Në të vërtetë, ne vetëm duhet ta kuptojmë se kjo është kështu dhe kjo funksionon kështu, jo sipas zgjedhjes sonë. Dhe gjithë ato gjëra të cilat nuk funksionojnë sipas zgjedhjes sonë, për to edhe nuk kemi të drejtë që të kërkojmë shpërblime. Ne shpërblimin do ta kërkojmë vetëm për ato punë të cilat I kemi bërë, për ato gjëra të cilat I kemi arritur me mundin tonë. Nëse bie shi, ose ngroh dielli, ose kështu me radhë, ne nuk kemi pse kërkojmë pagë për atë punë, për arsye se nuk kemi ne ata të cilët e vëjmë diellin në lëvizje ose I lëshojmë pikat e shiut nga qielli. Kësaj edhe një që I takon racës së bardhë, nuk bën ta ndi me automatizëm veten më superior se sa një njeri tjetër I cili I takon racës së zezë. Më lejoni te racat t'ju tregoj një batutë, mendoj se është interesante. Një mik I imi nga një shtet I Afrikës më tregonte se kishte shkuar për të dhënë mësim në një vend të Evropës. Dhe kishte rastisur që një klasë nxënësish të moshave shumë të reja, dikun afër 10 vjeç, ata fëmijët, thotë unë fillova t'u jap mësim, mirë po atraksioni dhe gjëja më interesante për ta nuk ishte ajo çka flisja unë, çka përpiqesha t'u mësoja, mirë po isha unë vetë. Paraqitja ime ishte thot shumë interesante për ata fëmijë. Dhe në momentin kur unë lëvizja në për klasë, kam kalu nga një fëmijë I cili më kapi për dorë. Pasi më kapi për dorë, thot filloj me gishtat e tij të më gryej lkurën. Unë thot u ndala, edhe e kuptova habin dhe çudin e tij pse unë jam I zi, dhe e kuptova se ai ndoshta mendon, nga që nuk kishte parë, ndoshta ishte zëzaku I parë që kishte parë në jetën e tij, thot mendonte ndoshta mos jam lyer me ndonjë gjë, tani dëshiron të arrite lkura ime e vërtet. Unë I thash, çfarë bën kështu? Thot unë e shoh se je I zi dhe jam kureshtar të di pse ti je I zi. Dhe në moshën në të cilën ai e parashtron këtë pyetje, thot nuk isha në gjendje të japja një shpjegim të duhur për nivelin e tij të kuptuarit, dhe e shndrova pyetjen në kundër pyetje. I thash, e ti pse je I bardhë? Tha, unë jam I bardhë për arsye se lahem me sapun. Unë jam I bardhë se lahem me sapun. Pra shumë njerëz mendojnë se zezakët janë bërë pis dhe po të lahen me sapun ata mund të zbardhen. Në të vërtetë, lkura nuk zbardhet të nderuar. Lkura nuk zbardhet. Ajo që mund të zbardhet është shpirti dhe zemra e njeriu. Shpirti dhe zemra e njeriu janë ato të cilat vërtet meritojnë kujdes prej anës sonë dhe meritojnë që ne atyre të bëjmë një trajtim shumë të veçantë.